Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është duke përgatitur një padi ndaj presidentit të vendit lidhur me vendimin që zgjedhjet e përgjithshme të mos mbahen para vitit 2011. Kryetari i kësaj partie, Ramush Haradinaj, u ka dërguar një letër ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, përmes së cilës shpreh mospajtimin me qëndrimin e zotit Peter Faith, i cili ka përkrahur vendimin e presidentit për mosmbajtjen e zgjedhjeve gjatë këtij viti. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Demaj. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha sot se partia e tij është duke ndërmarrë hapa për të kundërshtuar vendimin e presidentit të Kosovës që zgjedhjet e reja të përgjithshme të mos mbahen para vitit 2011. Ky vendim, i cili vazhdon të kundërshtohet nga partitë opozitare në vend, është mbështetur nga shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. Zoti Haradinaj tha se është duke u përgatitur një padi ndaj presidentit të vendit në gjykatën kushtetuese, ndërsa nëpërmjet një letre dërguar ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, shprehet mospajtimi me qëndrimin e zotit Peter Faith. Ne shpresojmë që dikon ka qeshori që Aleancë do të mujmë me mrije të një të mashtu qëndrim të një vendimi gjykatës kushtetuese lidhur me padin tonë. Sepse nëse dinamika që ndajmëru që deri në prill me fillu funksionimi, atëherë për 2 muaj kohë shpresojmë që gjykata kushtetuese do të na jap përgjigje. Ne kemi shkruar letër ministrave të jashtëm të vendeve të grupit drejtues, dhe ku kemi shprehur edhe mospajtimin ton me përkrahjen që i ka dhënë këtij vendimi zoti Faith. Udhëhecit institucional në Prishtinë thonë ndërkaq se vendimi i presidentit që zgjedhjet të mbahen në vitin 2011 është në pajtim me dokumentet më të larta juridike. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajredin Kuqi thotë se partitë politike kanë të drejtë të përdorin të gjitha mjetet demokratike për realizimin e qëllimeve të tyre. Nëse marrim shërtimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është shumë e qartë që ka të dënenin 161 dhe për këtë është kompetente edhe institucionet e vendit, përfshirë presidenti i kuvendit dhe të tjerët, edhe supozimi për gjykatën kushtetuese në të ardhmen, ndërsa për dokumentin e presidentit Atisari, ne kemi inkorporuar edhe në kushtetutë dhe në ligjet tona, ndërsa për interpretimin e tij final është zoti Peter Faith, momentalisht apo përfaqësuesi civil ndërkombëtar. Unë mendoj që këtu nuk ka dilema, këtu ka më shumë logjik të gjetjes së argumenteve, se sa ka logjik të mbajtjes së zgjedhjeve. Partia tjetër opozitare, Aleanca Kosova e Re, kërkoi sot që parlamenti të debatojë për nevojën e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Ndonse kjo kërkesë nuk u miratua, nënkryetari i kësaj partie Ibrahim Akolli tha se çështjet me peshë si ajo e zgjedhjeve duhet të debatohen në institucionet e vendit para se të merren vendime. Ne nuk e kemi mohu asnjëherë të drejtën e presidentit, të drejtën kushtetuese që të vendosë për datën e zgjedhjeve, por pretendojmë se një vendim i tillë madhor do duhet ndërmirrej pas një seri konsultash me spektrin politik parlamentar dhe jo parlamentar, sikurse edhe me shoqërinë civile, për të vendosur për afatin e mbajtjes së zgjedhjeve. Duke pa tashme këtë përplasje të shkaktuar në Kosovë, për këtë me këtë vendim, ne si grup parlamentar kemi kërkuar që kjo çështje debatohet në Kuvendin e Kosovës, për fat të keq nuk kemi arritur që të kemi mirëkuptim nga ana subjekteve të tjera parlamentare në Kuvend, dhe të shohim se cilat do të jenë veprimet më të tjeshme. Vendimi i presidentit Fatmir Sejdiu se mandati aktual i institucioneve qendrore të Kosovës zgjat 4 vjet duke u nisur prej zgjedhjeve të 17 nëntorit të vitit 2007, ndonse synonte t'u jepte fund mëdyshjeve, nxiti debati për shkak të mospajtimit të opozitës, e cila ka kërkuar që zgjedhjet e përgjithshme të mbahen ka fundi i këtij viti, kur duhet të mbahen edhe zgjedhjet për pushtetin komunal. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.